Do ishte edhe gjë më logjikshme, jo vetëm për atë, po Turqia është kryqëzimi i rrugkalimit të tubave të gazit dhe të naftës për Evropën. Pra, në afat strategjik, një vend si Turqia të duhet brenda. Pse? Sepse si do mbijetoj kjo hapësirë? Se Evropa është një hapësirë gjeografike. Kanë tentuar të bëjnë një hapësirë politike dhe gjeopolitike dhe nuk funksionon. Se prandaj jemi këtu. Mendoni se do ta bëj këtë lëshim Bashkimi Evropian për Turqinë këtë herë? Pra ka ardhur deri aty ku s'mban mend situata. Ta thash edhe më përpara. O Bashkimi Evropian do bëj zgjerimin e përshpejtuar, përfshi këtu dhe Ukrainën, Turqinë, ne etj, ose Bashkimi Evropian nuk do ekzistojë. Nuk mund të rritë dot më ekonomikisht. Do kthehemi në një, do ketë dy bashkime Evropian, një që do jetë pjesa e pasur lart ajo e vendeve të veriut të Bashkimit Evropian dhe një tjetër e mesdheut. Kjo lloj situate automatikisht përçan ose shkërmoj edhe perëndimin në tërësi. Sepse është kriza e perëndimit. Shikoj, po diskutohet për paqen mes SBA-s dhe Ukrainës. Po dalin mallkimet e Rusisë. SBA-s dhe Ukrainës. Më është çështje logjike, nëse shkon dhe lexon historinë e kupton që jemi në vijimin e gjërave që kanë ndodhur edhe në shkuar. SBA-s dhe Rusisë, SBA-s dhe Ukrainës, SBA-s dhe Kinës. Ku po diskutojnë? Në Arabi Saudite. Pse në Arabi Saudite? Sepse është vendi 12 në botë për nga hapësira toksore. Dhe është vendi numër 1 prodhues i naftës. Dhe është vendi sot me fuqinë më të madhe të cash flow-t për të bërë një partneritet ekonomik me Amerikën për të ristartuar ekonominë amerikane, sepse kontrollon gjysmën e gjerit persik, nga ku del dhe gazi. Sa hapësira e gazit, nëse ti do të shohësh bashkinë e gazit, është Katar, Bahrein, Iran, është e gjitha rrotull Arabi Saudite. Pra vjen nga deti Kuq, atje ku përfundon poshtë me Yemenin që del në Oqeanin Indian, që po bombardojnë tani amerikanët dhe britanikët Huthët, shkon deri në verinë deti Mesdhe, ku është Egjipti, dhe vjen këtu pastaj në kufi me Turqinë nga ku është Siria, dhe zbret deri në gjerin persik. Gjithë kjo është një zonë në influencën e Arabisë Saudite, e cila është sot një aktor shumë i rëndësishëm i ekonomisë botërore. Ndërkohë, meqense jemi tek lindja e mesme, shterojmë dhe këtë dhe hymë në një pjesë tjetër. U thyar në pushimi mes Izraelit dhe Hamasit. Forcat izraelite shkaktuan mbi 300 viktima në Gaza nga bombardimet e tyre dhe dukshëm autoritetet e Izraelit thonë që këtë e kemi bërë me bekimin e Donald Trump, me konfirmimin dhe dakordsinë e tij. Çfarë po ndodh? Shiko, koha tregoi që një vit e diçka luftë në Gaza nuk i mjaftuan dot Izraelit që ta shkatronte Hamasin. Pse? Se gjithë populli palestinez në Gaza është një lloj forme ose një tjetër Hamas. Pra është një luftë që unë njoh Izraelin nga brenda. Shoqëria izraelite nuk e fiton dot atë luftë. Pra Netanyahu i duhet të tregoj forcë dhe ka logjikë që Netanyahu duhet të tregoj forcë, se nuk mund të tregoj dobësi në këtë moment. Për gjithë palët e kanë qartë që mund të vrasë njerëz sa duash, por nuk e fiton dot, se duhet të vrasë 2 milionë gjys njerëz. Pra, aty jemi në një situatë e cila historikisht është përsëritur. Nëse shkojmë e shohim ngjarjet të ndodhura në vitet 70, 80, 90, edhe 2000 në kohën e Arafatit. Intifadën e parë, intifadën e dytë, në cilën negociohet dhe bombardohet. Negociohet dhe bombardohet. Pra, një hap para, 3 hapa mbrapa, 3 hapa këtu, 2 hapa atje. Por unë mendoj që është e pamundur që amerikanët të prishen me sauditët në këtë moment. Sauditët, egjiptianët, Katari, të cilët janë Emiratet e Bashkuara, cilët janë vendet të cilat janë partnerët të SBA-s, nuk do ta lejojnë pra një masakër mbi civil, mbi palestinezët. Por sigurisht që kjo do të bëhet me një negociat. Pra, tërhiq, lësho, por në fat gjatë unë them që po shkohet drejt një
një zgjidhje dhe atje. Cila do të jetë zgjidhja? Unë mendoj që do të kemi një marrëveshje shumë palçe, pra armpushim afatgjat. Gaza që do të ketë atë investimin për cilin flet Trumpi, por ajo nuk mund të bëhet dot pa paratë e Katarit dhe të Arabi Saudite. Kanali alternativ i Suezit, pra kanali Ben Gurion, që kalon nga deti Kuq në Eilat në Izrael dhe del Gaza në detin Mesdhe. Edhe aty nuk mund bëhet pa paratë e Sauditëve, edhe të Katarit, pa prezencën ushtarake të Amerikanëve. Në të njëjtën kohë, Izraeli është i detyruar të njohë shtetin e Palestinës, por të gjitha palët do shkojnë tek një gjëja më e vështirë, por që është edhe kryesore. Dhënia e mundësisë apo jo e Arabisë Saudite për të pajisur me bombë bërthamore, pra me mbrojtje bërthamore, duke qenë që Arabia Saudite është muri i parë dhe më i madh karshi i Iranit. Dhe lufta që pa tregoi që Irani ka zhvilluar një industri raketore të frikshme, për cilën SBA-t sollën sistemet THAAD, që janë sistemet më të avancuara për mbrojtjen e Izraelit, por në fatgjat kjo gjë nuk mund të zgjas, prandaj unë mendoj që jemi në negociata me raketa. Qartë. Çfarë po kërkon Trumpi të bëjë me Gazën, me planin e tij të rindërtimit dhe me dërgimin e palestinezëve në Afrikë? Të paktën kështu është deri tani. Palestinezët nuk i lëviz dot as Trumpi edhe asnjë tjetër. Palestinezët kanë dhënë dëshmi që nuk janë popull që vritën për tokën e tyre. Është 80 vjet histori kjo. Nuk lëvizin Palestinezët. Kalojmë pak tek pakti. Ai do jetë i detyruar që këto zgjidhje për Palestinën ti marr me partnerët e tij arab. Nuk lëvizin palestinezët. Duhet t'i vrasësh gjithë palestinezët, nuk i vret dot gjithë. Nuk kemi pra duhet Izraeli të përdor një bombë bërthamore për të mbaruar punën me Gazën. Nuk është e mundur kjo. Edhe prap ki parasysh që Gaza nuk është mbi tokë, është nën tokë. Por nuk është kaq e thjeshtë kjo gjë. Për të dëshirë si mund të ketë edhe presidenti Trump ose dikush tjetër. Kalojmë pak tek pakti i paqes që po tentohet për Ukrainën për t'i dhënë fund luftës, një nga premtimet e mëdha të fushatës të Donald Trump. Ky fundit ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun rus Vladimir Putin për rreth 90 minuta. Si e parashikoni ju me ç'lloj fature, se që do të ketë një faturë për paktin e paqes, kjo atëre duket e qartë. Mos i ngatrojmë gjërat. Unë nuk mendoj që do ketë paqe. Por? Unë mendoj që do ketë armpushim. Thjesht armpushimi 30 ditor që është arritur? Jo, mund të jetë edhe më afatgjat, do ketë armpushim. Pra, nëse shohim historinë e Rusisë, Rusia me Japoninë nuk kanë bërë kurrë paqe. Nuk kanë shkruar kurrë një traktat paqe. Jemi si ne me Greqinë. Apo ne kemi formalisht krejt atë ligjin e luftës, e ke fjalë? Nuk kemi nënshkruar ndonjëherë paqen me Greqinë. Po mirë, dakord, po formalisht është pra aty. Edhe unë mendoj që rusët nuk do nënshkruajnë kurrë paqe me Ukrainën. Thjesht ata do nënshkruajnë një marrëveshje të madhe me SBA-n. Që pjesa e Ukrainës do jetë vetëm 5%. Në marrëveshje e madhe do kemi të bëjmë me menaxhimin e hemisferës veriore, me dritrat, me naftën, gazin, me dollarin, me detin arktik, me kufizimin e armëve bërthamore, me mosndërtimin e raketave e nëndeceve me të pajisura me energji dhe raketa bërthamore. Pra, do kemi të bëjmë me një jalë të dytë, kësaj radhe globale, jo vetëm për Evropë, në të cilën pjesa e Ukrainës është vetëm 5%. Pra, ne do kemi një ndërprerje të luftës në Ukrainë, një ngrirje të antarësimit të Ukrainës në NATO, pra nuk do ketë antarësim të Ukrainës në NATO, por do ketë antarësim të përshpejtuar nëse Evropa do të dojë të Ukrainës në BE. Dhe pjesa e Ukrainës lindore, ku ndodhen edhe mineralet e rralla, do të menaxhohet nga kompanitë amerikane. Pra, do të menaxhohet nga financa amerikane, nga industritë amerikane, edhe me paratë e sauditëve. Pra, duhet ta shohim në blok gjërën, pra nuk mund ta shohim dot
të izoluar. Vetëm kështu mund ta kuptojmë. Nëse shkojmë historisë, ne do të shohim që në kohën e pavarësisë Amerikës nga Evropa, nga Britania në atë kohë, Rusia është bërë me Amerikën. Në luftën e dytë botërore, Bashkimi Sovjetik u bë me Amerikën, pra ishin herë e dytë që ishin aleat, edhe atëherë sepse kishin problem me shtetin më të fortë të Evropës që ishte Gjermania. Dhe kjo është herë e tretë që këta po bëjnë aleancë me njëri. Dhe gjithmonë kanë bërë aleancë për gjëra të mëdha. Pra nuk është një proces i ngurtë i ditës, nuk flitet për Ukrainën. Ukraina është pjesa më e vogël e kësaj marrëveshje. Flitet për menaxhimin e botës. Zelenskin do ja dalë në afat shkurtër Trump ta më njanoj, mund të kemi zgjedhje të reja? Në Momentin që se u bën disa bisedime me opozitën ukrainase, po nuk u arrit gjë. Momentin që përfundon lufta atje ka zgjedhje dhe unë e shoh të vështirë që Zelenski të fitojë prapë. Pra është ajo që thot Trump, nuk ka popularitet. S'është puna, domethënë, ki parasysh që ai nuk ka fituar luftën edhe ai ka të pamundur. Por edhe sikur të fitonte luftën, të kujtohet Churchilli, fitoi luftën po humbi zgjedhjet. Njerëzit janë lodhur nga lufta. Zelenski erdhi në pushtet me premtimin që do të bënte paqe, nuk do bënte luftë. Megjithatë kjo gjë iku. Nuk është faji vetëm i Zelenskit, sepse aty Zelenski është i fundit në raport me përgjegjësitë që kanë marrë.